Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 4 patlıcan, na duhen 250 gram miell, 3 kokra vezë, 1 pluhur për pjekje, pak majdanoz të cilin unë e kam marrë të thatë, 20 ml vaj ulliri, 1 kokër qep, 2 thelpinj udhër, kemi 120 ml kos, krip edhe piper të zi. E nisim recetën me prerjen e patlıcanëve. Do t'i presim në këtë lloj mënyre. Këto që janë më të mëdha, bëjmë edhe pak më të vogla. Pjesa më e gjerë e patlıcanit, i ndajmë dhe njërë në mes. Mund t'i prisni si të dëshironi, në fakt nuk është ndonjë problem i madh. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe me patlıcanët e tjerë. Pasi kemi mbaruar me patlıcanët, do vazhdojmë me qepën. Pasi kemi mbaruar me qepën, do grim edhe hudhrat. S'është nevoja që t'i grini imët fare, nuk është problem. Do t'i skuqim bashkë me qepët dhe unë prandaj nuk i largova. E pasi i kemi prerë, tashmë do vazhdojmë që t'i skuqim. Në një tigan kemi hedhur pak vaj lule dielli edhe do shtojmë qepën edhe hudhrat për të skuqur. Me ndihmën e një shpatulle sigurisht do t'i trazojmë. Edhe kjo është një recetë që gatuhet shumë lehtë. Ju e dini që unë mundohem gjithmonë të sjell receta sa më të thjeshta për të gatuar, me pak përbërës. Ndërkohë që qepa është zbutur, tashmë do hedhim edhe patlıcanët për të skuqur. Trazojmë sërish. Dhe ju ulim pak temperaturën. Ndërkohë që i trazojmë, do t'i shtojmë pakës krip. Edhe piper të zi. Edhe do vazhdojmë në pjesën tjetër të recetës. Ndërkohë do t'i hedhim edhe pak majdanoz. Nëse keni majdanozin e njohëm akoma më mirë. Edhe patlıcanët i kemi gati, do fikim vatrën edhe do vazhdojmë me pjesën tjetër të recetës. Në një tas do shtojmë 3 vezët. Dhe do i përziem. Ndërkohë do t'ju shtojmë edhe kosin. I përziem sërish. Shtojmë vajin e ullirit, siç e thash 20 ml. Kësaj mase do t'i hedhim edhe 150 ml ujë. Pasi kemi hodhur ujë, do hedhim edhe pluhurin për pjekje. Pluhurin ndërkohë mund t'i hedhni edhe miellit. Unë po hedh këtu direkt. Do hedhim pak krip.
edhe pak piper të zi. Dhe do i trazojmë. Pasi është bërë gjithë masa e një trajtshme, do fillojmë që pak e nga pak t'i hedhim mielin. Dua t'ju them që unë mielin e sit, po e sit më herët, nuk ja u kam përmendur në fakt në receta tjera, po ju a përmend tani. Pasi krijon kokriza edhe është pak më e vështirë për të punuar, ndërkohë kështu e keni më të lehtë. Ja shtoj mielin pak e nga pak derisa të mbarojë gjitha. Ja ku kemi përfunduar edhe me përgatitjen e brumit, do ta largojmë. Do marrim tavën në të cilën do e pjekim. Do hedhim pak vaj ulliri. E përhapim me ndihmën e një furçe. Ndërkohë do t'i hedhim edhe pak miell. Ta pudrosim. Në tavë do hedhim një sasi nga brumi i përgatitur, sa të mbulohet e gjithë pjesa e tavës. Në këtë lloj mënyre. Dhe tashmë do t'i hedhim patlıxhanët. Duke i përhapur në të gjithë tavën. E ndihmojmë me shpatull që të përhapen në çdo pjesë të tavës. Dhe tashmë do t'i hedhim pak kashkavall të grirë. Qofse nuk keni kashkavall, mund t'i hidhni pak djathë të bardhë. Nëse s'keni as djathë të bardhë, mund të mos i hidhni asnjë gjë fare. Nuk është ndonjë problem i madh. Dhe në fund e përzihem edhe një herë. Dhe do hedhim brumin që na ka mbetur. E hedhim pak me kujdes në mënyrë që të bjerë në të gjitha anët. Dhe do ta vendosim që të piqet në temperaturë prej 200 gradë për rreth 35 minuta. Ja dhe tavën me patlıxhan e kemi gati. Është pjekur ashtu siç duhet. Unë do ta pres dhe do ta bëj gati për servirje.